Ku më be? Ku më be? Më fal. Si fal. Unë kejtë kur të bashkini ashtë në botë është. Kërcnim, live. Qilës se në rep njëri, Unë kejtë kur të taj. Kejtë për asë. Po te, a njëse speshe për ka? Po. E pa të erë pëse fulle? Pa. Pse grinë da? Si për këtë, po të një është e ke hangër për amele këndë? Ka i e për të një këtë zë. Në pak. Ja 5 minuta, pa. Ti marim në granate? Jo, Mas jo është, po në granate. Basit i dërsh. A presim e në... Kanë dalë të e? Shpër që da angazhoni tjetë, që festivali, ka marrë pamjen që i takon të një prej qyteteve më të mëdha në një popullite në Yerli şüpheli. Për që ti të ruesh kreta? Në vrët. 3 minuta këtu. Pa. Kush në Azili. Ben de O do vdes. Kardeş. Bu ya. Bu ya. Não sos mandat.
أنا ماري باشتير. ماري ماري Thank you. ما خذوا عليك.
Gjithës jeni apartjerë, po jeni qytetarë të qytetit Gostivarit dhe duhet të doni Gostivarit. Qërëm zi? Orëm zi veta. Esë të qatë shtuk e unë këtë para këtë kamera. I e baj mirë. Esë ju e zërë. Pasi dhe krish periodi, si speciale ose neshtë komisioni, kemi njësa fit për ka. Me gjithë qemë nëse do një mu i bëj problem. Jo, unë vi, e realitit e unë vi vetë dhe vim të të shështrim. Po, ma ju bëj probleme të jam kandidat dërtar, ma. Ska lidhje, ne kemi për obligim. Fotografisë kemi dhe dalim kafe, dhe po për të pëjmë bëjmë për në kafe. Ma, Jo, e kemi pa qëtë. e lëm një ditë tjetër. Ma ju bëj probleme, unë nuk duhet ju bëj probleme. Ma Ajo e mirë. ka papa, që të pitë. Se në unë nuk shumë. Ashtu, e? Hajde, dali. Unë duhet të përmarrë me rregullave njerëzore dhe Kafe kemi ligjore. obligim të Unë nuk duhet të dëmtoj asnjë qytetar, temin asnjë antar të komisionit. Ju do të kryeni punën ashtu si që kërkon ligji, edhe patjetër të kinte komision, dhe pa komision u mban edhe jemi në shërbimin e qytetit tonë, dhe qytetarët do të vendoshin se për cilën do jenë në zgjedhjet e 11 janar. Faleminderit. Kur do vim ku mund ju lyja, nuk ju loj.
Përshëndetje, ministër. Kush ti mbaj mikrofonat? Kush ti mbaj mikrofonat? Ose në hi është ndel. Jo me mirë, është këtu. A mund të renditën një kështu kryetar aty? Në hi që hiç u bjate. Po, mirë dhe mirë. Po është më mirë, dalim që aty të dilli aty. Jo, se pengon tjetër. Më mirë. Presto. More, mos harro. Atija mund ta marrësh? Falni, atë mundet pak kështu? Hapeni? Afro, ministër. Kur t'jeni gati, I bukrijem, het këtu, het e të bukuron në gostivarin. Kolega, jeni gati? Atëherë mund të fillojnë. Po posh mikrofonat. Të nderuar qytetar, sot unë pata nderin që ta dorëzoj kandidaturën time si kandidat i mundshëm për kryetar komune për zgjedhjet e 11 janarit. Për këtë, unë jam shumë mirënjohës nga gjithë qytetarët e qytetit të Gostivarit. Pa dallim se kuj partije politike i takojnë, pa dallim kuj nacionalitetit i takojnë, që na japin mbështetjen për të mirën e qytetit të Gostivarit. Po ashtu, një falemnderim të madh liderëve të Vlenit për mbështetjen që ma japin për të mirën e qytetit të Gostivarit, për shkak se për 8 vjet të shkuar, qyteti i Gostivarit është shkatruar. Dhe me këtë mbështetje që ma japin liderët e Vlenit, do të ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Për shkak se qytetarët e duan qytetin e vetë, edhe na do bashkohemi për të ndërtuar bashkë me qytetarët qytetin tonë, edhe të bashkuar dhe jemi deri në fitoren e madhe të 11 janarit. Këtë e bëjmë për të mirën e gjithë qytetarëve të Gostivarit, edhe qyteti i Gostivarit ta marrë pamjen që i takon si qytet. Faleminderit shumë. Çfarë kampanje planifikoni të realizoni zotri Bejta? Po na kemi përvojë, kampanjën na do ta bëjmë me ato që e duan qytetin e Gostivarit, do ta bëjmë bashkë me qytetarët. Edhe koha është e tillë, më njohin qytetarët, i dinë veprat e mia, e dinë sakrificën që kemi bërë bashkë me qytetarët, duke realizuar projekte të mëdha, kurse për 8 vjet të shkuar janë harxuar miliona, a nuk shohin qytetarët asnjë projekt të realizuar. Edhe prandaj na do jemi çdo ditë deri në ditën e votimit, do jemi të pandar nga qytetet e Gostivarit që e duan shumë Gostivarin. Ata jetojnë për Gostivarin. Dhe na duhet t'ja kthejmë krenarin Gostivarin që mos na ikin të rit, edhe ta trashëgojnë gjithë gjeneratat e reja vetë mos brezi qytetin ashtu siç i takon një qyteti. Na kemi shembull qytetet e vendeve të zhvilluara të Evropës, po ta marrim edhe Zvicrën. Ato qytete kanë shkuar përpara kur kanë ardhur kryetarë të cilët kanë punuar për të mirën e qytetit dhe për të mirën e qytetarëve të qytetit e vet. Zoti Bejta, deklarata e fundit kur keni dalën nga zyra ka qenë unë do jem këtu në Gostivar, nëse do kem nevojë partitë ose popullata, do të kthehem sërish te. Është kjo nevoja, kërkesa që u kërkuat sërish të kandidoni? Po, kjo ka qenë kërkesa e shumicës së qytetarëve, se përndryshe unë kam qenë 2 mandate, edhe ato më kam ftuar thehu ta ndërpresim shkatrimin e qytetit e Gostivarit. Për shkurt kohë, zoti Bashkim do të kuptoni se çfarë keqpërdorime të mëdha janë bërë në komunën e Gostivarit, janë harxuar mbi 20 miliona, po të regjistruara dhe të pararegjistruara mbi 30 milion euro
a nuk është bërë asnjë punë për qytetin e Gosivarit. Projektin SECO për ndërtimin e ujësjellësit në qytetin e Gosivarit, që unë i falenderoj publikisht dhe jam falenderuar se ato mjete i kam dhënë unë qeverisë Distrane, a qeveria Distrane i ka lëshuar ato mjete për shkak se njerëzit tanë që punojnë në Zvicër kanë sakrifikuar dhe ato ndajtën 9.200.000 euro. Edhe sot e kësaj dite nuk është realizuar dhe o ndërprerë projekti. Na përsëri do t'i vazhdojmë projektet që t'i shijojnë qytetarët e Gosivarit se gypat të cilët janë të vendosur shumë herët janë me azbest, janë kancerogjen, aty vendohen gypa që janë të shëndetshëm edhe qytetarët duhet të pinë ujë të shëndetshëm. Në vejta, gjeni sot për shembull kraj keni Azyr Aliu, përveç Bashkim Masani nuk shoqëron këtu që ka qenë kundër jush. Fakti është Rajgashi u konkuroni, për kaq Azyr Aliu ka qenë kritikuesi më i madh dhe shumë të tjerë këtu janë ata të cilët të rrëzuan ty dhe të nxorën nga kjo komunë. I shihni se ata janë bashkuar përsëri? Ja, unë nuk ka qenë askush kundra meje. Demokracia është gjë më e mirë, si cili voton ashtu si mendon, po tash jemi bashku gjithë për të mirën e qytetit të Gosivarit, ta ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gosivarit, se këtu jetojnë fëmijët tonë, nipat tonë, edhe do jetojnë gjeneratat brez mas brez. Si e komentoni atë që BDI ka bërë koalicion me Aleancën, partia që ju keni qenë në është e drejta e partive politike, po nuk mund t'i komandojnë votuesit dhe antarësi. Ju e dini shumë mirë si gazetar se Arben Taravari 10 vjet i ka ofenduar votuesit e BDI-s, i ka ofenduar udhëheqësit e BDI-s. Edhe unë nuk besoj se votuesit dhe qytetarët do t'ju japin votën atyre, pa ato do t'ju japin votën kandidatit i cili e meriton edhe që punon për të mirën e qytetit të Gosivarit. Nuk janë antarësia edhe votuesit me telekomand, më falni, me telekomand që t'i thotë shko voto. Ai do votone si pas bindjes vete, do votone që qyteti ti të hece për para edhe ndërpritet shkatrimin që ja kanë shkaktuar qytetit të Gosivarit për 8 vjet të shkuar. Dhe cilat do jenë projektet bazë që do i prandoni? Ju Po. disa herë kur e keni konkuruar, realisht kur i keni humbur zgjedhjet edhe nga Rupia, nga Taravari, keni thënë që nuk dini më zgjedhje. Jo, nuk kom thënë që nuk dal, as nuk kom thënë që nuk mirëm me politikë. Na do realizojmë projekte sipas kërkesës së qytetarëve. Zotri Bejta, vazhdoni ta keni mik Ali Ahmetin? Jo, unë nuk kam armik asnjë. Pse ta kem armikun Ali Ahmetin? Nuk e di pse. Unë asnjë armik nuk kam këtu në qytetin e Gosivarit dhe asnjë armik nuk kam në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, për arsye se unë kam bërë vetëm punë të mira dhe kam qenë gjithnjë në shërbimin e qytetarëve të mi edhe në përgjithësi edhe në shërbim të qytetarëve në nivelin republikan. Gospodine Bejta, imamo Molim. telefonski